Kandidati i Partisë Socialiste për deputet Damian Gjiknuri zhvilloi takim me banorët e rajonit 3. Në takimin e zhvilluar në sheshin 3 Racat në Vlorë, kishte pjesëmarrje masive të socialistëve, kontributorëve ndër vite, antarëve dhe simpatizantëve të rajonit dhe jo vetëm. Në fjalën e saj, deputetja Pranvera Resulaj pohoi se forca e fjalës, e karakterit, e personalitetit dhe zotësia për të zgjidhur punë janë cilësi të cilat mishërohen te kandidati Damian Gjiknuri, i cili ka aftësinë për të qëndruar pranë njerëzve. Resulaj theksoi se duke e votuar masivisht Damian Gjiknurin, vlonjatët do të kenë garanci për të përfaqësuar denjësisht në parlament. Theodori Shia, ish kryetari i Partisë Socialiste, duke shprehur shumë vlerësim për kandidaturën e Gjiknurit, pohoi se një djalë që vjen nga një familje me rrënjë të thella socialiste duhet mbështetur masivisht, pasi duke votuar Damian Gjiknurin, ne respektojmë brezat, prindrit tanë dhe themeluesit e Partisë Socialiste. Forca e fjalës, e karakterit, e personalitetit dhe aftësia për të zgjidhur punë. Për këtë, mendoj që këto cilësi i gjej tek një individ, tek një kandidat që ne kemi në qarkun e Vlorës, për cilin e njohim gjithë mirë, dhe ky është Damian Gjiknuri, i cili ka aftësinë për të qëndruar pranë njerëzve, dhe kjo është më thelbësorja në gjithë të punën tonë me njerëzit. Vin nga një familje ku i deleguar i parë i Partisë Socialiste të Shqipërisë në inaugurimin e Partisë Socialiste të rajonit numër 3 dhe pastaj të Vlorës ishte Leka Gjiknuri, babai Damian Gjiknuri. Në rrugë të tilla, duke respektuar brezat, duke respektuar prindrit tanë, themeluesit e Partisë Socialiste, të ecim dhe të bëjmë të pamundurën për një surprizë në datën 11 maj, në fitoren e Partisë Socialiste dhe Damian Gjiknuri. Damian Gjiknuri, duke shprehur mirënjohje për pjesëmarrjen masive në këtë takim, pohoi se më 11 maj, vlonjatët kanë një motiv shumë të fortë për të votuar për Partinë Socialiste. Partia Socialiste në Vlorë ka bërë shumë punë të mira. Vlora është një qytet që po transformohet më shumë dhe kjo e ka një emër, Qeveria e Partisë Socialiste. Ky zhvillim që sheh Vlora patjetër meriton vlerësim me vot për Partinë Socialiste. Aeroporti i ri, marina, porti i ri tregtar do ta nxisin më tej zhvillimin e Vlorës, rritjen e punësimit dhe vlerën e pronës. E vetmja zgjidhje në fletën e votimit është numri 5, Partia Socialiste. Gjiknuri theksoi se vota për Partinë Socialiste do ta konsolidojë këtë rrugë. Për Vlorën do të jetë krenari, që Partia Socialiste i ka mundësitë për të marrë 9 mandate. Referuar kandidaturës së tij, Gjiknuri pohoi se vota për emrin e tij është vot për eksperiencën, vot për atë që ai ka dhënë deri më tani dhe garanci për të ardhmen. E kam këtë dëshirë që kandidojnë listë në hapur sepse energjinë dhe forcën e marr nga vota e qytetarëve të Vlorës. Në 11 maj kemi një motiv shumë të fortë për të votuar për Partinë Socialiste. Partia Socialiste në Vlorë ka bërë shumë gjëra realitet. Edhe ky shesh është vepër asaj partie, e asaj qeverisje, e si shumë gjëra të tjera të cilët vlonjatët i ndjejnë për ditë. Mos harro nga e filluam. Vlora sot është qyteti që po transformohet më shumë dhe kjo e ka një emër, Qeverinë e Partisë Socialiste. Ky zhvillim që shef Vlora sot patjetër meriton vlerësimin me vot për Partinë Socialiste. Patjetër duhet lidh edhe rolin tim si individ në këtë projekt të madh Partisë Socialiste. Kam drejtuar fushata këtu dhe kam pasur barrën që të arrijë rezultate bashkë me ju. Po nganjëherë thash qerrja edhe të riqet, po dhe shtyhet nga mbrapa. Kështu që unë e marr përsipër këtë rol për të çuar në fitoren më të madhe të Partisë Socialiste kësaj here.